Aratisje e skenar filmi e nga spitali i Durrësit. Më shkojnë në tualet, shteti bie në provë. Altin Doci ikën në hundën e policisë. Aratisja e Altin Docit nga reparti i infektivit në Spitali Rajonal i Durrësit nuk është thjesht një incident sigurie. Është një akt dështimi institucional i ndërtuar hap pas hapi që ekspozon dobësitë kritike të sistemit të shoqërimit të paraburgosurve me rrezikshmëri të lartë. Si ndodhi Aratisja? Doci, i izoluar që prej vitit 2020 në VAP Durrës me urdhër të SPAK, u transportua për vizitë mjekësore të planifikuar në infektiv. Shoqërimi u bë nga 5 efektiv të policisë së burgjeve, por vetëm 2 prej tyre hynë në ambientet e spitalit. 3 të tjerë, përfshirë shoferin, qëndruan jashtë pranë mjetit. Sipas të dhënave paraprake, Doci kërkoi të shoqërohej për në tualet. Në dalje, goditi me grusht efektivin shoqërues dhe u largua me vrap nga kati i tretë, duke zbritur shkallët pa u ndalur nga askush. Një ndjekje simbolike pasoi. Një efektiv i vetëm qëlloi një herë në ajër, pa bllokim zone, pa përforcime, pa rezultat. Audi që priste. Aratisja dyshohet se ishte mirë organizuar. Në parkimin e spitalit e priste një Audi A7 i bardhë, targa 700 me të cilin u largua në drejtim të spitalës. Pamjet e kamerave të sigurisë konfirmojnë momentin. Doci del me vrap, hipën në automjet dhe zhduket. Profili penal dhe paradoksi juridik. Doci u arrestua në korrik 2020 gjallë operacionit Plumbi i Artë, i dyshuar për vrasjen e 4 personave, vëllezërit Besmir e Viktor Haxhiaj, si dhe Angelo Avdias e Dorian Shkoza. Më 2 prill 2024, gjykata posaçme pushoi akuzat ndaj tij për disa prej këtyre ngjarjeve, duke konsideruar të pamjaftueshme provat e bazuara kryesisht në dëshmitë e Klevi Sallës. Megjithatë, Doci nuk u lirua, pasi SPAK ngriti akuzat të reja, të mbështetura në dëshmitë e bashkëpunëtorit të drejtësisë Nureddin Dumani për përfshirjen në ngjarje të tjera të rënda kriminale. Reagimi institucional. Pak orë pas Aratisjes u pezullua zinxhiri komandues i burgut të Durrësit. Një masë e vonuar, por e pashmangshme që pranon në heshtje dështimin e protokolleve. Drejtoria e burgut drejtohet nga Indrit Sërloja. Një foto që flet më shumë se një raport. Pamja e një efektivi të vetëm me pistolet në dorë, që kërkon nëpër rrugë një të paraburgosur me rrezikshmëri të lartë, është metafora e një shteti në ndjekje të përgjegjësisë së humbur. Pa rrethim, pa bllokime, pa koordinim. Një sken që ngjan më shumë me film amator sesa me operacion sigurie. Pyetjet që mbeten. Pse një paraburgosur i këtij profili shoqërohet me masa minimale? Pse vetëm 2 efektiv brenda spitalit? Pse pa bllokim perimetri dhe plan emergjence? Kush mban përgjegjësi penale dhe administrative për këtë dështim? Aratisja e Altin Docit nuk është rastësi. Është produkt i një sistemi që toleron improvizimin dhe reagon vetëm pasi dëmi ka ndodhur. Derisa këto pyetje të marrin përgjigje reale, jo deklarata, çdo vizitë mjekësore për të paraburgosurit me rrezikshmëri të lartë mbetet një dritare e hapur aratisjeje.